Don Gjoni haron Loredanën, vajza misterioze në krah të reperit ndez rrjetin. Reperi i njohur Don Gjoni ka tronditur sërish rrjetin me disa postime enigmatike në Instagram, ku shihet në shoqërinë e një vajze misterioze në mes të shkretëtirës. Por ajo që ka rritur akoma më shumë interesin është fakti se këto foto vinë në një kohë kur emri i tij lidhej shpesh me Loredanën, duke ngritur pyetjen: a është kjo mënyra e tij për të treguar se ka hedhur pas krahëve historinë me Loredanën? Në postim, Don Gjoni nuk jep asnjë informacion për vajzën, por lë vetëm një kod misterioz, që fansat e lidhen menjëherë me një projekt të ri muzikor. Megjithatë, kombinimi i atmosferës, afërsisë me vajzën dhe mungesës së transparencës ka bërë që shumë ndjekës të aludojnë për një kapitull të ri në jetën personale të reperit. Situata u bë edhe më e çuditshme kur ai fshiu fotot menjëherë pas postimit, por më pas reagoi me një tjetër postim ku u shpreh se gjithçka ishte për shaka. Por ndjekësit nuk e hëngrën këtë justifikim dhe shumë prej tyre komentuan: Loredana është e harruar. Po vjen një tjetër? Nga Loredana në shkretëtirë, Don Gjoni ka ndryshuar drejtim. Kujtojmë se Don Gjoni dhe Loredana ishin përfolur për një afrim të fshehtë, sidomos pas disa ndjekjesh dhe ndërveprimeve në rrjet, por asnjëherë nuk konfirmuan asgjë zyrtarisht.